Por rreth 2 orë, ish-presidenti Ilir Meta ka dëshmuar në prokurorin e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në cilësinë e personit që ka gjeni për dosjen e 21 janarit. Meta u transfermua nga paraburgimi i 313-s drejt godinës së SPAK përmes tunelit nën toksor që lidh dy institucionet pa kontakt me mediat. Ish-presidenti, i cili ndodhet në burg që prej tetorit të vitit 2024 në ndryshime për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, mësohet se është vetë ofruar për të dhënë informacione që sipas tij janë të rëndësishme për hetimin e demonstratës së dhunshme të 21 janarit 2011, ku mbetën të vrarë 4 protestues dhe u plagosën 6 të tjerë. Burimet pranë hetimit bën me dije se gjatë dëshmisë përpara prokurorit Alfred Shehu, Meta ka deklaruar se shërbimet e inteligjente amerikane dhe strukturat të tjera ndërkombëtare ishin në dijeni të një skenari të dhunshëm që sipas tij ishte organizuar për të prodhuar viktima gjatë protestës. Lidhur me provat që pretendon se disponon, ish-presidenti ka orientuar organin hetues drejt kryerjes së kontrolleve dhe sekuestrimit të materialeve që ndodhen pranë institucioneve caktuara shtetërore dhe që konsiderohen të klasifikuara. Paralelisht me dëshminë e SPAK, apeli i posaçëm ka rrëzuar mëngjesin e kësaj të njëjte ankimimin e Ilir Metës, i cili kërkonte shfuqizimin e 2 vendimeve të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për pezullimin e afateve të paraburgimit. Me këtë vendim, apeli la në fuqi qëndrimin e GJKK-s, duke mbajtur të pandryshuar masën e sigurisë ndaj ish-presidentit.